Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. O Zot, ti dëgjon dëshirën e të përulurve, ti e forcon zemrën e tyre. Veshët e tu janë të vëmendshëm, për t'i dhënë të drejtë jetimit dhe të pikolluarit, me qëllim që njeriu i krijuar nga Dheu të mos kallë më të merr. Psalmi 10, vargu 17-18. Sa përshkrim i bukur i një prej arsyeve të panumërta për të cilat ne e lavdërojmë Perëndin. Ne e lavdërojmë Perëndin për forcën, fuqinë, sovranitetin dhe për gjithë dijen e tij. Ai është i gjithdijshëm dhe i shenjtë. Asnjë nuk është si ai. Ne mund të listojmë të gjitha cilësitë dhe të gjitha mënyrat se si ai i shpalos këto cilësi. Ne kemi shumë arsye për ta lavdëruar Perëndin dhe në fund të Psalmit 10 vargu 17 na thuhet edhe një arsye tjetër. Ai është sovran me të gjithë fuqinë e tij. Ai që është i shenjtë mbi të gjithë, ai që është i gjithdijshëm dhe i gjithpushtetshëm, ai e dëgjon dëshirën e të pikolluarve. A jeni të pikolluar, a jeni të lënduar, ai e dëgjon zërin tuaj, ai e forcon zemrën tuaj, ai ka veshët e vëmendshëm për të vendosur drejtsinë dhe për t'u dëgjuar, ai e dëgjon thirrjen tuaj dhe vepron. Ai bën drejtësi për jetimin dhe të pikolluarin. Kjo është një tablo që Perëndia sovran i gjithpushtetshëm dhe i shenjtë i universit na tregon. Ai na thot se veshët e tij janë të vëmendshëm ndaj jetimëve dhe të shtypurve. Prandaj në vargun 18 na thuhet se qëllimi është që njeriu i krijuar nga Dheu të mos kallë më të merr. Me fjalë të tjera, duke qenë se Perëndia e dëgjon dëshirën e të përulurve, e forcon zemrën e tyre, i mban veshët të vëmendshëm për të bërë drejtësi për jetimin dhe të pikolluarin, ne mund të dimë me siguri që ligësia dhe padrejtësia në këtë botë nuk do të kenë fjalën e fundit, dhe e gjithë kjo na nxit që të lutemi. Perëndin e të lavdërojmë që ti e dëgjon dëshirën e të përulurve, dhe unë lutem për ata që tani po kalojnë vështirësi nga më të ndryshmet. Ndërsa ata po të thrasin ty, po të kërkojnë ty, ne të lavdërojmë që fjalët tona nuk bien në vesh të shurdhër, por dëgjohen nga veshët e Perëndisë së plot fuqishëm, sovran dhe të shenjtë të universit. Ti na dëgjon dhe i forcon zemrat tona. Perëndi, unë lutem bashkë me të tjerët që ta forcosh zemrën tonë në mes të vuajtjes dhe në mes të padrejtësisë në këtë botë. Ne të lutemi në emër të jetimëve dhe të pikolluarve në këtë botë. Unë lutem për jetimët, për miliona jetim në përbot, që ata të mësojnë që ti je baba i jetimëve dhe që ti i do ata. Forcoj zemrat e tyre, trego vëmendje për të dëgjuar zërin e tyre. Ne lutemi që të bësh të njëjtën gjë për të pikolluarit, ata që janë të shtypur nga padrejtësia. Perëndi, forcoj zemrat e tyre dhe trego vëmendje për të dëgjuar zërin e tyre. Vepro në mbrojtjet e tyre. Ne lutemi që të mbretërojë drejtësia jote dhe që padrejtësia të marrë fund. Perëndi, ne lutemi që të na ndihmosh të bëjmë drejtësinë për jetimët dhe të pikolluarit. Na ndihmo të duam mëshirën. Dhe Perëndi, ne e presim me padurim ditën kur padrejtësia nuk do të jetë më dhe ligësia do të marrë fund. Shtypja nuk do të jetë më. Perëndi, bëj që ajo ditë të jetë sa më afërt. Aty ynë që je në qell, u shenjtëroftë emri yt. Ardh mbretëria jote dhe u bë vullneti yt në tokë si në qell. Ardh mbretëria jote, Zot Jezus, eja dhe sill mbretërinë tënde, qellin e ri dhe tokën e re. Deri në atë ditë na ndihmo që të mbahemi fort tek ti. Kur të jemi të pikolluar, na ndihmo të përkrahim ata që janë të pikolluar. Duke ditur që ti e forcon zemrën tonë, duke ditur që veshët e tu janë të vëmendshëm dhe që ti jep të drejtë jetimit dhe të pikolluarit. Ne të duam, Zot, dhe të lavdërojmë për fuqinë, sovranitetin dhe mëshirën tënde. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.